Si sot një fjallë huaj indiane, mos i akuzoni tjerë, vetëm pse gabojnë ndryshe për jush. Shumë pëlqeu. Indianët e moqët e kanë thonë. Autokton indianët, që Amerika i vrau 150 milion indianë për ta bërë Amerikën Amerikë. Njerëz autokton, njerëz të mençur, të digjshëm, njerëz të ndershëm. Mes kanë shumë fjalë të buta edhe ata. Mos i akuzoni të njerëzit vetëm pse bëjnë gjina ndryshe nga ju. E akuzon një alkoholist ti, ose unë, stakfirullah, e akuzoj. Po ti bën një gjina tjetër që ai se bën. E di këtë. Ti përgojon për shembull. Ai pin raki, ti përgojon. Edhe në kantarin e Zotit, përgojimi do jetë më i madh se rakia, stakfirullah. Ose ai bën zina ti, godjo, e bën shpifje. A në Kur'an nuk ka thonë Allahu që zinaja është më e keqe se vrasja. Ka thonë shpifja është më e keqe se vrasja. E tani, prandaj të mos akuzoni të tjerët vetëm pse mëkatojnë ndryshe, por këshilloj mes vete. Dhe e qërtojmë, hajde e fletëm një, do mblidhemi një 25 burra, edhe hajde shkëm dhe e qërtojmë një person që bën gjina as të kërot. Jo, vetëm për të këshilluar, po, jo të qërtojmë, jo të përgojim asësi, jo t'i funi pas shpine asësi, se është përgojim është dhe kjo, nuk është këshill e folën pas shpine. Pse? Vetë pejgamberi sa ka thonë, kullu bani Adem khata, çdo biri Ademit është gabitar, asnjëri nuk është i larë për gjinave. Çdo kush gabon, çdo kush gabon. Çdo frimor, çdo njeri qoftë ose gjin gabon, nuk mund të jetë i pagaboshëm. E çfarë thotë pastaj pjesa e ditë shumë e këndshme e hadithit. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Gabimtarët më të dashur ke Zoti janë ato që pendohen. Edhe gabimtar, edhe të jesh i dashur ke Zoti, po, shumë i dashur ke Zoti.